Policia e shtetit ka finalizuar operacionin e koduar kamuflimi, duke goditur një rast të përdorimit të fenelinave të policisë për qëllime të paligjshme dhe mbajtjes pa leje të armëve. Operacioni u organizua nga Komisariati i Policisë Elbasan në bashkëpunim me sektorin e qarkullimit rrugor, bazuar në informacionet operative të siguruara në terren. Si rezultati veprimeve të policisë, u kap në flagrancë dhe u arrestua shtetasi E.E, 32 vjeç, banues në Peqin, i cili u lokalizua në fshatin Bradashesh duke drejtuar një automjet tip Audi të pajisur në pjesën e përparme me fenelina që imitonin ato të policisë, me qëllim të kamuflimit dhe shmangjes së kontrolleve. Gjatë kontrollit në automjet, shërbimet e policisë sekuestruan një pistolet me fishek, fenelinat dhe automjetin si prova materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit dhe mbajtja pa të drejtë e uniformës.